Janë nxënës të gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri duke pastruar dhe sistemuar kodrën ku prehen eshtrat e 5 rilindasve Gjirokastrit, Andon Zako Çajupi, Pandeli Sotiri, Koto Hoxhi, Bajo e Çerçis Topulli. Zgjodhën ditën ndërkombëtare të monumenteve për të kryer këtë aksion dyditor ku mbi varret e këtyre figurave të shquara të rinjt freskuan edhe simbolet e emrat e tyre që pothuajse kishin humbur. Kishim ardhur në këtë vend te kodra e monumenteve dhe pastruam dhe erdhëm ne sot dhe po i pikturojmë varet, po i shkruajmë emrat dhe vitet sepse kishin ikur nga kohë shumë që kishte kaluar, edhe ne zgjohem këtë ditë sepse sot është dita e monumenteve dhe do ishte më mirë që njerëzit të vinë dhe të shikonin këto siç i meritojnë, të pastruara dhe të pikturuara. Ne zgjodhëm si shkollë këtë monument që është te kodra e rilindasve, është monumenti i personaliteteve të Gjirokastrës që kanë luftuar jo vetëm për njohjen dhe për parimin e kombit ton, por edhe që ne të zhvillohemi edhe të jemi evropian të denj. Nxënësit tanë kanë 2 ditë që po merren me këtë monument. U munduam që edhe tek varet të gjitha emrat edhe simbolet të ri bëheshin pasi nga erozioni ishin zhdukur. Duket se kjo iniciativë që mori jetë në këtë ditë do të vazhdojë. Ishte kënaqësi për neve që erdhëm sot dhe u përkujdesëm për varet e rilindasve. Gjithçka nuk mbaron këtu, sepse ne do vazhdojmë të përkujdesemi për monumentet e tjera. Ishte Këshilli Ndërkombëtar i Monumenteve dhe Vendbanimeve Historike gjatë një mbledhjeje në Tunizi në 18 prill të vitit 1982 që vendosi që kjo datë jetë dita ndërkombëtare e monumenteve dhe vendbanimeve historike.